Dhe gabimi i vetëvendosis është politizimi i kësaj teme që kërkon një unitet moral dhe jo rivalitet politik. Pastaj ka një temë të historia e gjykatës që Kurti akuzon Ramën për faktin që ka bërë presion që kjo gjykatë të ngrihet. Jo, ka fluturuar me helikopter dhe ka bërë presion që kjo gjykatë të votohet, por duke harruar Kurti se akuza më e madhe ka qenë ndaj shtetit shqiptar i cili ku krye prokurori e ka akuzuar UÇK-n se ka bërë trafik organesh brenda teritorit të Republikës Shqipërisë. Në shtëpinë e famshme të Verdh që e kishte zbardhur kësaj here kur kalova, me kishin lyer me të bardhë. Dhe Shqipëria është dashur ta heqë këtë, po themi, njollë politike, diplomatike dhe historike nga territori i saj dhe natyrshëm që të gjithë institucionet politike shqiptare është dashur që të pledojnë ose të shtyjnë institucionet e Kosovës të votojnë tonë. E treta, ajo që pse Kurti në këtë moment dëshiron ose është kundër protestës në Tiranë. E para, Kurti është kundër protestës, Kurti është kundër protestës apo është kundër protagonizmit të Ramës të protesta? Se janë dy gjëra të ndryshme. Unë mendoj diçka tjetër. Jo, Kurti çdo protestë kombëtare dëshiron ta monopolizoj për arsye se mendon se ideologjikisht i takon vetëm atij dhe ai është mbar kombëtar, kurse të tjerët janë lokal ose të tjerët kanë korniza politike të partive politike. Por Kurti është i vetmi i cili vetëvendosjen e vendos përballë të gjithëve duke politizuar këtë protestë dhe duke ja dhënë kuptimin partijak e jo kombëtar. Është e kundërta. Protesta është kombëtare, Kurti me reagimin e partisë vetëvendosis dëshiron që këtë protestë ta kanalizoj ose të jap kuptimin e vetëvendosis ose ideologjisë e vetëvendosis. Por që është ajo më e rënda, Ferzo, është dimensioni institucional dhe diplomatik i kësaj proteste. Ju nuk e besoj se e keni lexuar me kujdes. Edhe Berisha pak më i kujdesshëm ishte, por Kurti e bëri të qartë se kjo protestë... Jo, Berisha nuk ishte kundër protestës, tha nuk është forma më e mirë për t'ju imponuar një gjykate. Kurti ishte diçka përtej saj. Ai realisht dëshironte ta vendoste Ramën si udhëhec dhe natyrisht kjo protestë bëi kundër drejtësisë dhe institucioneve ndërkombëtare. Kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme, mos them cinike dhe një prej deklaratave më të rrezikshme të një kryeministri në detyrë ndaj një kolegu të tij në Shqipëri ose... A ka dorë Rama në organizimin e kësaj proteste, Badon? Po nuk ka, se këtu janë, këtu e kanë organizuar shoqatat e luftës, unë besoj që Rama, kush është ai i cili e kërkon, cili institucion në Tiranë mund të refuzoj një kërkesë të institucioneve të dalura nga lufta, ose edhe institucioneve shoqatave të UÇK-s, që kërkojnë Tiranën, që për cilën realisht ata në luftë kanë luftu për një Shqipëri, e jo për një Kosovë, do ta pranojmë të, kanë luftu me flamurin shqiptar, dhe tashtit ja u mohosh se nuk mund të organizojnë një protestë kundër 4 njerëz. Dhe krejt në fund desha të thëmë, Albin Kurti ka një dëshirë, të jetë i dashtun ose të jetë që ta duan të tjerët, të gjithë shqiptarët, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Dhe kushdo që e zën vendin në një protestë tillë, këtë rast Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi e Jakub Krasniqi, e kanë zënë vendin që për ta flitet në një protestë kombëtare, e ai nuk e don që shqiptarët ta duan dikën tjetër përveç tij. Prandaj është reagimi i tij. Dhe natyrshëm rivaliteti mes Ramës dhe tij është këtë politik, aty ku ka pas hapësirë Rama, jo me imponim, çfarë është Maqedonia, ka një lidhje të veçantë me Ali Ahmetin dhe BDI-n, ai e din arsyeën pse,
Kurti e krijon të kundërtën. Ai e krijon konceptin e vet të vlenit kundër. Pra është një rivalitet mes dy liderëve politik për dominimin e botës politike shqiptare përtej Shqipërisë dhe Kosovës vetëm. Ka që është. Eksakt, por Kurti e ka një problem. Ai është nga natyra njeri i cili shikon veten në pasqyrë si narcisi që duhet ta duan gjithë shqiptarët. Por në realisht, në mënyrën se si e bën politik, ai në atë pasqyrë do ta shikoj vetëm veten, Fevzon dhe zërin e tij në një ditë ku do të jetë i vetmuar për faktin se e imponon gjithçka që ai të jetë leadership, ta ketë leadershipin kombëtar. 5 vjet kaluan baton. Një ditë në vetmi do mbeten gjithë, po 5 vjet po i kalon si lider absolut Kosovë. As Rugova nuk mori votat që mori Albin Kurti para 4 vjetësh. Kontributit cilit... Fezon, nuk kisha dash me qenë në lëkurën e Albin Kurtit në këto 5 vjetë qeverisje, nëse mendon që ajo qeverisje ka qenë... Jo, unë nuk mendoj që ajo u rikonfirmua partia e parë më madhe se 2 partitë e tjera, baton basi ka qeverisur 4 vite dhe unë nuk mendoj që ka qeverisur mirë. Por në fund është populli Kosovës si vendos, nuk vendosim ne. Po, nëse Bashkia Ndërkombëtare ti dërgon të gjithë liderët kryesorë në Burg dhe ti mbetesh i vetëm, dhe atëherë normalisht në këtë vijë politike betejë është e lehtë dhe unë besoj që arsyeja pse ai nuk i don këta njerëz që të kthehen është se pushteti ti do t'jetë i rrezikuar. Qëndro pak lidhet Luket në Hasimja. E para njërë për protestën. T'ju bëj një tur të shkurtër për protestën, po me një frazë vetme, me një fjalit vetme. Protesta ka më tepër qëllime politike për rritjen e mbështetjes e tjerë, për të bashkuar shqiptarët në një farë mënyrë. Raport me gjykatën s'ka asnjë lloj impakti, asnjë lloj. Gjykata nuk absolutisht fare. Mark, vetëm se do të them pra. Mark për protestën? Por protesta duhet bërë. Po. Mendoj që është gjë më normale që mblidhen në Tiranë dhe atë janë mbledh në Hag dhe si ka ndalu njëri. Po. Protestuesit në Hag, në një vend tjetër para gjykatës se mund të krijonin një problem sigurisë e tjerë. Me mira vetë janë mbledh në Hag dhe kanë protestuar dhe askush si ka ndalu, askush nuk ka debatuar për atë çështje, kanë marrë masat e sigurisë. Se debatojmë ne thuat. Ne debatojmë se pse shqiptarët mbështetës të UÇK-s mblidhen dhe qeveria e Kosovës u shqetësoka se pse mbështetësit të UÇK-s mblidhen në Tiranë. Mu më duket absurde. Ka dhe i ndarë, presidenti e Kosovës ishe në mbështetje të plotë. Kjo të regon thelmin se sa ideologjik është qeveria e Kosovës. Po. Sepse dhe duhet pas parasysh që mendoj që në gjithë historinë e marrëdhënieve 30 vjeçare, 30 marrim nga pavarësia, nga pjesa 26 po themi. 26 vjeçare, marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë janë në pikën e tyre më të keqe. Ky është akullnaja e marrëdhënieve institucionale mes Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe tash i bëjmë analizën, fajtor mund të jenë të dyja palë, patjetër ku ka një konflikt, është parim komunikim që nuk ka vetëm një fajtor, janë dyja palë, por jemi në pikën kur qeveria Kosovës ka arrit të bëj atë çfarë nuk e ka bërë asnjë qeveri në Kosovë, madje as nuk e ka bërë Tito. Të prishe marrëdhëniet e Shqipërisë e Kosovës me Shtetet e Bashkuara, të marrë sanksionet EBS, të çojë në pikën më të keqe marrëdhëniet me Shqipërinë. Kaq, çfarë do duhet bëjë një qeveri për t'i bërë keq vendit vet? Një vend është turp ta them tani, po Mahmud Bakalli, një nga liderët e Kosovës, më thoshte që kur takoja Titon, më thoshte mos shihni se Enver Hoxha më kritikon mua, ju mundoni të ndërtoni marrëdhënie të mira me Shqipërinë, sepse ju duhet t'i keni marrëdhënie të mira. Në vitin 1978, ka thënë, ai thoshte që mos shihni akuzat që më bëjnë mua personalisht, po mundoni të ndërtoni raportet mira. Shikte ka thënë Mahmud Bakalli. Mahmud Bakalli privatisht. Dakor, është autoritet komunist, po privatist, duhet marrë me rezervë. Çfarë ka rritë qeveria komuniste në Shqipëri në 40 vjet? Marrëdhëniet me Europën,
prish marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Kosovën. Me Kosovën. Kaq. Si, po Dhe ju kjo është pritëm shqiptarët Nga një Maqedonisë. fjalë, po. Me Shqipërinë nuk është merit e Kurtit tash është. kush? E the dhe ti Mark. Lidhur me mitingun, se pastaj mund ta analizojmë Rama Kurti, po. Por, në momentin kur Kurti u bë kryetari i qeverisë Kosovës, ka ndodhur gjithë këto gjëra. Jo, probleme ka pas edhe në kohën e Berishit. Lidhur me mitingun, pas të marrëdhënie. unë them këtë gjë që ajo gjykatë dhe prokuria e posaçme duhen shkrirë brenda 24 orësh. Sepse kanë shkaktuar 2 dëme. Nuk e parashikon ligji këtë. Një minutë. Unë thash duhet, pastaj a mundet? Po. Pse? Sepse Kosovës i ka shkaktuar 2 dëme. Një, nuk ka hetuar ato krime të pretenduara të luftës të ndodhura në muajt e luftës dhe disa muaj pasaj, shif të dhënat e gjykatës, 2 veta gjenë gjithë. Dhe nga ana tjetër, po heton UÇK-n dhe krerët e saj si një ndërmarrje e strukturuar kriminale, jo si një ushtri qelindar. Jo për krime individuale. Të dyja këto janë të dëmshme. Një s'bën detyrën dhe 2 bën një gjë tjetër. Pse bën Jo këtë? vetëm aq, ashim tha që ishte pyetur për atentatin e vitit 94 kundër policisë serbe, kur në 99-ën e është takuar me liderët e gjithë botës si drejtuesi një lëvizje guerrilje të armatosur. Ata nuk e fshehin që luftonin kundër Serbisë. Absurdet e kësaj strukture speciale janë evidente. Pyetja është si mund të vazhdojë, ne ku dim, klasa politike kosovare, edhe po të jetë në unison, nuk e shkrin dot pa një okej nga ndërkombëtarët. Okej? Po nuk ka as rrugë ligjore si ta shkrijë, edhe po të jetë në unison nuk ka rrugë ligjore. E kanë bërë të tillë që nuk shkrihet. Pjesë ndryshon kushtetuta, por ra dakord edhe ato Bashkimi Evropian dhe Amerika ç'as bëhet ato. Asgjë që është bërë nuk mund Tani, pyetja është, mund të mos bëhet. Ky qorsokak, kjo unitari kaq e dëmshme e kësaj strukture inkurajohet nga forcat të nëndeshme që ne nuk i shohim, kujdes. Apo për mbijetesë të atyre njerëzve që marrin paga të majme, një ushtri e tërë njerëzish atje, ata nga që dështojnë për të hetuar krimin e vërtet, sajojnë akuzat të tilloj dhe ka arritur 5 vite Fevzo i nafi, sepse 5 vite njerëzit burg atje, kjo është rrëmbim personi. Kjo nuk është proces gjyqësor më. Dhe në bazë të ligjit, po të dalin të pafajshëm, as nuk dëm shpërblehen. Që është në kundërshtim me çdo parim. Dhe tashti, në këto rrethana, i vetmi mjet që shqiptarët edhe të Kosovës dhe të Shqipërisë kanë në raport me këtë mbrapshtësi të kësaj gjykate është faktën protestojnë. Dhe ndoshta protesta mund të shkojë tek veshja atyre që duhet marrin vendim për ta shkruar. Baton, kam një pyetje. Sa qindra milion euro ka shkuar deri tani gjykimi? Fevzon nuk jam i sakt, po është dikon prej 60 deri në 80 me siguri.